Olëm. U rikthym prapë në studio tash për të vazhduar me rubrikën e horoskopit. Bashkë me ne është astrologja Antigona Kutori. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për gjithë juve, për gjithë shikuesit, për stafin teknik e tutje. Faleminderit shumë që je bashkë me ne. Si je? Kënaqësi me qenë me juve, me si e pres diellën, me ardhë me ju po edhe si staf, po edhe me thonë prognozat, normalisht. Sigurisht, kjo na mbledh. Qa kemi të re nga planetet? Po si di Antigona, çka po na thon këtë javë? U përpjeka me gjetë një event tjetër i cili do të kishte mujt më na thonë diçka pak më tepër përpos Saturnin, të cilin e kena fol javën e kalume. E kemi fol planeta e cila na mëson përmes vujtjeve. Edhe vërtet që dominon ai event qiellor për një periudhë gjatë, mirë po fati, se universi gjithmonë e bën balansin, atë e kena mësu. Fati që kemi një hanë 3 në bineq me datën 27, kështu që hana e re të martën pi bjen. Hana e re na bjen normalisht gëzime të reja, mundësi të reja, na bjen një energji të re të dashurisë, të mirësjelljes. Hana është përfaqëson nanën, në fakt, në secilën hartë natale. Edhe ajo është ndryshueshme, ndryshon shpejt, emocionet e tona ndërdijen. Tash, kur flasim për hanën, zakonisht e vesim, për shembull, vesim përballë atë që e kemi, ku e ke hanën. Te grata ja simbolizon çfarë femne është, çfarë nane është, çfarë gruaje është. Kurse te burrat ajo simbolizon raportin e tij me nanën e vet. Duke marrë parasysh që raporti i parë që e mësojmë na kur vim këtu në tokë është raporti me nanën, edhe është indikacioni për të gjitha raportet tjera. Hana për që ato është shumë e rëndësishme. Bile në astrologjin që e përcjellin turqit, e ata kanë shumë të zhvillume, ata e përcjellin hanën në përgjithësi. Konstantinopoja kur është sundu, se ata kanë vujt shumë me marë Konstantinopojen, Stambollin, sotëm, ata kanë vujt shumë me pushtu. Bile ekziston një dokumentar ku një hanë plot ka qenë indikacion që ata me unisin sulme dhe me marë Konstantinopojen. Okej, do me thënë, na prit martës duhet me anis me bëhë ndryshime pak. Se hana është hanën tonë. Prit martës e kemi një mundësi shumë të mirë që me njës gjanët të reja të cilat kanë me urrit. Përgjithësi, kur e kemi hanën e re, ajo është proces cikli kur hana rritet, dhe më thonë, është ma e vogla, ma e holla, edhe shkon të rrit. Për të gjitha gjanat që dona me në urrit një jetë, na nisim kur është hana e re. Kurse për të gjitha ato të cilat dona me në uzvoglu një jetë, nisim kur është hana e plot. Okej. Shumë njerëz thonë që kur është hana e plot nuk ujë me flejt. Po, se është nivelli ujit i rritun, hana plotën e ngrit nivelin e ujit në tokë, në planetën tokë. Ndikon batica dhe zbatica është e vërtetu me shkencerisht, duke marrë parasysh që ndikon në batica dhe zbatica edhe në oqean, organizmi jonë është 80% ujë. Pak jam të thanë, 88% ujë është. E ka vërtetu edhe shkenca, kështu që nëse ndikon në një oqean që është aq i madh, si mundet mos me ndiku në neve. Normalisht të shajat e ujit pak ma shumë, sepse ata janë emocioni vetë, uji është emocion, uji është informat. Normalisht që e ndikon për mos me flejt, me qenë pak ma shumë nervoz, mëse kemi statistika kur kalzojnë që kur është hana e plot, edhe nivelli i krijimeve në botë rritet. Sepse është qaj emocioni cili zorë përbalohet, hanat e plota gjithmonë janë një e kry një farhalli, një breng largohet. Që ajo është, kurse hanat e re janë gjithmonë një entuziazëm i ri, një fillim i ri, kësaj radhe na ndodh në bineq, se cila shehe ka specifikën e vetë, kur flasim për hanën e re në bineq, duhena me ditë çka përfaqësojnë bineqt. Bineqt përfaqësojnë informatën, dijen, shkollën e mesme, po jo fakultetin. Dhe më thanë, një dijeni e cila shkon deri në një mesatare. Nëse thojmë për bineq që janë inteligjenca vetë, përballë kanë shigjetarin, shigjetari është filozofia. Kështu që kjo është. Ta shfilloj me një komentim të shenjave nga fillimi, është dashje. Çka i pret dashnin këtë javë? Dashin këtë javë i ka të sfidume raportet e cilat i takon për çdo ditë. Domethënë njerëzit e cilët i takon çdo ditë, ata raporte motrat, vllaznit,
aty do të ketë një entuziazëm të ri, një mundësi të re me i ndreq senet, të cilat i ka prish, se dashi na e njohim si shej i cili gutet pak. Dashat guten pak edhe e thojnë ndoshta fjalën e fundit të parën, nuk e kanë qëllimin e keq, janë prej shejave më të pastër, mirë po ka pak guten. Tash e ka një mundësi të mirë, me një energji të mirë, me i ndreq raportet me motra, me vllazni, edhe me njerëz që i takojnë çdo ditë. E Demi? Demi, paret, një mundësi e mirë për pare. O kënaqë kanë. Po, Demi do ta ketë një mundësi të mirë për me fitu diçka ose me kriju një mundësi të re për të ardhurat të reja financiare. Dema të njohim si njerëz të stabil, të cilët janë për partnera më të mirë, duke marrë parasysh që na shqetësohemi shumë kur partneri jonë tradhton ose ka bivalencë në ato vlera. Dema të njohim si njerëz lojal edhe nuk janë fort punëtor me thënë ti shumë, por janë disiplinum edhe në këtë të marte, edhe dhe më thënë gjatë javës, 2 javë që po vinë, e ka në mundësinë e mirë me gjetë një mundësi të re për me fitu pare. Opa! Lumë për ta. Binjak! Binjakët e ka një mundësi të re me pa vetën në një frym tjetër, në një dritë tjetër, me ja falë vetës do sene, sepse e kemi pas hanën tjetër të plotë e cila ata i ka shtim me reflektu, me folë me vetin edhe me zhvillu shumë autodialogun. Unë mendoj që binesht me këtë hanë të re ka në pas një mundësi vetës me ja falë do gabime edhe me nis një gjatë të re. Të bukur edhe të mirë për ta. Dhe me thanë ata ka në me pas mundësi me ripozicionu veten. Okej. Gafurja është me radhë? Gafurja me radhë, e të shte gafurët e kemi kohën kur duhen me reflektu. Ata duhen me marrë një 2 javë që po vim prej të martës e andej, ata duhen me më kujdes se që ka po i thojnë andrat, si po i marrë, që ka po i thot intuita, mesazhet të cilat i vim prej universit përmes porosive të ndryshme, numrave, akripave të sahatit, gjanave në të cilët na jemi një me natyrën edhe me rrethin që ndodh. Kur diçka ndodh në fushën e 12, atër, sidomos një hanë e re, atër ata të ta kenë mundësin. Andina i momenti kur ty e gjenë një zgjidhje të një problemit, të mendu që s'ka ranë mend shumë gatë. Qaja është mundësia që ti e ke që zgjidhje, është në kokën tënde, mirë po nuk të bjen mend deri në momentin e duhun, kur vjen një hanë e re, ose kur universi me ndonë që ti e ta shqipitën. Atë është koha duhur. Pas kanë me o shliru, do me thonë. Po, e ka një mundësi me o shliru, po kjo është autodialog, do më thënë, kjo nuk është me raporte me të tjertë, bine që të kajnë vetë me vete. Vetë me vete. Luani? Luani, mundësit mira për hapje, mundësit mira për njohje më të tjeshme, për një karierë më të mirë, një mundësi më të mirë, sidomos me grupet e mëdha, në i darsëm, në i mbledhi ku ka shumë njerës, në i event ku mund të takohen me njerës shumë. Në këtë fush, ata kanë me qenë të privilegjum, ose me ju dhanë një shansë e re. Okej. Po Vigjeresha, të maj shënime. Vigjereshën e kemi të karjera, mundësi e re, atë që ka Vigjereshat po presin që sa kohë që të marrin iniciativë, sidomos në karjerën e vetë, është koha ideale për i të martës e anej, 2 javë ditë me nisë atë që kajnë menu për karjerën e vetë, nëse kajnë të nisun me përforcu, edhe nëse janë të pakënaqur me statusin e karjerës vetë, me i kërku ndryshimet. Wow. Du me konë Vigjeresha. E kemi tash peshorën. Peshorja, me këtë hanë të re, do të ketë mundësi me mësu diçka të re, me kalu një nivel pak ma naltë sa i përket besimeve të veta. Ne njohim peshore që janë njerë të cilët janë shumë korrekt, janë strikt, ata janë racional, mirë po në këtë hanë të re ata të kenë mundësin me mësu diçka të re lidhur me pikpamjet e si i kajnë pas deri sot. Jo me qenë ma është ngurt, bota po ndryshon shumë shpejt, duhona me mësu çdo ditë, sidomos për raportet që i krijojmë, ata janë mjeshtrat e raporteve, do të kenë mundësi me mësu diçka të re në raportet e veta, sepse ata janë njerëzit të cilët mas miri manipulojnë kur janë raportet në pyetje. Manipulojnë? Manipulojnë, po, nuk është manipulimi fjale keqe, manipulimi është zotësim. Zotësim, po.
Pas peshorës, çka kemi? E kemi, mas peshorës e kemi akrepin, ta akrepat e kemi fushën e 8. Një partner i ri seksual, diçka e bukur që mund t'i ndodhë aty, nëse fusha e 8 është fusha e kësaj lloj, është e seksit. Seksi shifet si, edhe si kënaqësi, po edhe si mundësi për ripërtrirje, rizhvillim, rilindje. Prej seksit kena lind të gjithë. Kështu që të akrepat... Nevoj me bosmarë. Po shqyqytarët? Shqyqytarët sfidojnë raportet. Raportet kontraktuale, njerëz të cilët i kanë me marrëveshje, me raporta fatgjate. Aty do të kenë një mundësi 3 me indrejtë senet. Me fillu një energjie e bukur, pranverore, e cila do të jep mundësi shqyqytarëve me i forcu hala ma shumë raportet e cilat i kanë raporte afatgjate, ose si me thanë, pak ma martesa, ortakrije, tutje. Okej, britsjapi? Të britsjapi e kemi një mundësi 3 me anis fitnessit, me anis një ushqimit mirë, ose me ndryshu diçka në rutinën ditore. Është mundësia shumë e bukur që me këtë hanë 3 në bineq, ata me nis një mënyrë 3 të jetesës. Atë do t'i shkojnë barë. Okej. Shumë mire pas kanë provë. Për këtë javë, 2 javë të pas kanë... Po, stabile. Është zarë kur Saturni banë kësi lloj ndryshime. Unë e di se të gjithë na jemi pak si të habitun, gjanat janë të ndodhë shumë shpejt, nuk jemi të mujtë më u pajtu me senet që po na ndodhin për çdo ditë dhe po ndryshojnë shumë, befasit, lloj-llojshme të natyrave, gjithçfarë. Saturni, kur e kryen këtë cikël dhe atë çka ashtu e bo ai tash, normalisht që asë njonin për neve nuk në ka me në lanë indiferent. Se cilën në atë fush ku na jemi matë brisht. Dhe ku kemi bo gabime mas shumë ti. Saturni nuk ndërshkon me do e mas. A i ndërshkon nëse na kemi qenë të këqinda i tjerve. Në këtë botë, në këtë tokë, në këtë jetë, nuk ka kur gjo ma të rëndësishme se raporti jonë me njerëzit. Na këtu jemi për me mësu raportet me njerëzit. Me ditë ku vejet ku fini, me ditë ku jepet, me ditë ku merret, me ditë ku duhet me reflektu, me ditë ku munal. Me pas kontrol. Njerëzit bojnë pauza. Më u përpjek me pas kontrol, se pak kemi kontrol, pak muj me ba kontrol, ose nëse dikush na bon keq, me u dërzu, mos me luftu. Po me jalan universit, me jalan Saturnit, aja shes, sigur të shes edhe... Me vazhdu ka karma. Po. Jalaj masaj. Karma ose dharma, nuk është gjithmonë vetëm karma. Tash kemi ujorin. Ujori, më në fund, ka me randashni. Hajde për hajde. Uratu në dhe ujorët. Ujorët kanë pas një periudhë bajagi nëse o shej fix, edhe kanë pas një periudhë bajagi të zërshme. Kanë kalu 2-3 vjetë ose 4, nështë edhe ma tepër vite të ndryshimit të vetë, të reflektimit, të pjekjes, të përpjekjes me ndryshu senet. Janë mundu shumë, mirë po më në fund po vinë edhe ditë e mira. Kjo hanë e re, ja bjen një energji të madhe të re emocionale, edhe ujorët për hajrë se kanë me rënë dashni. Hajde për hajrë ujorë. Po peshqit shani në fundit? Peshqit raportet me nanën. Të raportet me nanën, të peshqit duhen me dha një energji 3, nana t'yne ka nevoj me përgjithsi. Nëse ata janë nana, duhen me dha dashnin. Nëse nana t'yne eksistan, duhet me ja. Sepse aty universi o të kërku që qëta raportet bazë me u me dhanë dashnin që me marë. Kur gjë një jetë nuk shkon, me dhanë me njëherë dhe me marë, ndugaj shkon edhe blenë dhe po ndryshën jetë duhet me dhanë, me prit, me reflektu që me mujtë me i marë rezultatet. Ka shpër shanjat e sotit. Je peshk. Për javën e ashme, po në raportet me nanën. Po mirë, kam me që po do kam mirë dhe ma shumë. Mirë është kur universit të kalzon që e ke një vlerë dhe të shtoja që të vlerë se ka me të vytë për ma vonë. Sigurisht. Peshqit janë përgjithsi njerëz emocional, njerëzit e cilët punojnë me intuit. Nana të peshqit gjithmonë është një... Figur kyqe. Jo figur kyqe, është një port. Ku ata shkojnë,
kohë pas kohë me anijen e vetë për me i qa hallet e veta. E vërtet. Antigona, të falindrojmë shumë për gjitha këto parashikime për javën e ardhshme. Kënaqësi gjithmonë me pas në Kënaqësi edhe për mu, këto jam, do t'jem prap. Sigurisht. Faleminderit shumë Antigona. Ne Faleminderit jemi juve. përsëri javën tjetër. Tash po shkojmë në një shkëputje të vogël, sepse do të rikthehemi me diasporat e rreth. Kështu që qëndroni me neve.